derisa ne shqiptarët po përqahemi dhe po merremi çdo ditë të lume me cikërria të panevojshme dhe me politika ditore të imponuara nga klasa politike e dal jashtë kontrolli, në zemër të Eurazisë po lind një projekt gjigant që mund të ndryshoj hartën ekonomike, energjetike dhe strategjike të botës. Nga Stambolli e deri në kufit me Kinën, turqit po i ofrohen njëri tjetrit më shumë se kur më parë në histori. Tani më, nuk është pyetja se Turqia a është bë fuqi serioze apo ende jo, por në pyetje është krijimi i botës turke, e cila mund të ndikojë nesër edhe fatin e Ballkanit, të Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve.